Ju përshëndes miq të FSHF-TV. Do të jemi si çdo javë në analizë superiore për të diskutuar mbi gjithçka ndodh në A-Biznes Superiore. Është zhvilluar java e 32 e elitës së futbollit shqiptar, që ka bërë kampionatin akoma dhe më interesant. Kryesuesit e Vllaznisë mbetën një barazim pa gola në transfertin e Vorës, ndërkohë që në anën tjetër edhe Ignatia u befasua në shtëpi nga skuadra e flamurtarit që ndodhet në vendin e fundit të klasifikimit. Hapet gabuar bën edhe Dinamo City e Partizani, skuadrat cilat garojnë për zonën Final Four, me Dinamo Cityn që u ndalë një barazim 1-1 përballë Tiranës, e në anën tjetër me të njëjtin rezultat edhe skuadra e Partizanit u nda në takimin me ekipin e Bylisit. Gjithsesi do ndalemi hap pas hapi në këto takime. E vetmja skuadër nga pretenduesit për zonën Final Four ishte Elbasani, që arriti që të marrë një rezultat pozitiv dhe të bëhet skuadra e dytë e cila arrin të garantojë pjesëmarrjen në finalet e kampionatit në Final Four muajin e ardhshëm. Por të ndalemi gradualisht tek të gjitha këto takime, teksa fillimisht kam kënaqësinë të ftoj në këtë bashkëbisedim Xhoen Tugun, videoanalistin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Përshëndetje Xhoen. Përshëndetje Jurgen, kënaqësia është e ime. Faleminderit. Si do duk kjo javë 32 interesante me Elbasanin që i bashkohet Vllaznisë zyrtarisht në Final Four, ndërkohë që në anën tjetër hasin vështirësi Ignatia, Dinamo City dhe Partizani. Gara për mbjetesë bëhet akoma dhe më interesante, ndoshta edhe me Teutën tashmë që është afruar më shumë me zonën e poshtme të klasifikimit sesa me ekipet që garojnë për Final Four. Është e vërtetë edhe tregon se sa e fortë është lufta e kampionatit shqiptar, sepse normalisht janë ekipet e fundit të tabelës që po i hapin shumë probleme ekipeve që janë në vendet e para, flamurtari që u duk ndoshta se mund të ishte si më i dorëzuar pas javës paraardhëse, por që mori një fitore me mjaft vlerë në fushën e kampionëve të Ignatias. Ndërkohë që edhe Vllaznia, edhe Partizani, edhe Dinamo vuajtën gjithashtu me kundërshtarët e tyre respektive, ndërkohë që Elbasani vazhdon të tregon që ka pasur një formë të mirë në këtë kampionat, ka qenë një ekip me mjaft konsistencë dhe tregon që është me merit aty ku është, siç e vlerëtoi edhe sigurimi me anë matematikor për kualifikimin e Final Four. Pikërisht Elbasani e ka merituar këtë pozicionim që kanë në tabelën e klasifikimit, edhe Vllaznia javën e shkuar arriti që të siguroj Final Fourin, ecuria që ka patur e përligj statusin për të qenë pretendente për titullin kampion. Po, padyshim që po, sepse ne e kemi përmendur që klasifikimi nuk gënjen dhe Elbasani ka bërë një sezon shumë të mirë, vjet luftoi deri në fund për të ishte aty për të futur në Final Four. Këtë vit e ka siguruar me 4 javë përpara mbylljes dhe është gjithashtu edhe një pikë pranë vendit të parë, sepse siç e dimë edhe pikët do të përgjysmohen, kështu që kanë mundësi të marrin ndoshta akoma edhe më shumë tashmë që po vjen edhe fundi i kampionatit, që mbetet për të parë, është luftë interesante, por mendoj që është për të bërë përgëzim e ekipit të Elbasanit, së bashku me trajnerin Gvozdenovic, me stafin e tij, sepse kanë bërë një punë shkëlqyre. Se dhe konë rezultateve të kësaj jave të 32 të A-Biznes Superiore, gjithçka nisi me barazimin 0-0 mes Vorës dhe skuadrës së Vllaznisë, në anën tjetër Ignatia u mund në shtëpi në shifrat 0-2 nga Flamurtari për të shkuar më pas tek dy barazimet e skuadrave të kryeqytetit, Dinamo City që u ndalën në rezultatin 1-1 përballë ekipit të Tiranës dhe në rezultatin 1-1 po ashtu dhe Partizani me Bylis arriti që të marrë fitoren siç tham, skuadra e Elbasanit që triumfoi në shifrat 1-2 ndaj ekipit të Teutës. Sa i takon klasifikimit, vijon të jetë në krye të rënditjes skuadra e Vllaznisë, e cila kryeson me kuotën e 60 pikëve, ndjekur nga Elbasani me 59, më pas në kuotën e 54 pikëve është Ignatia, ndjekur nga Dinamo City që mban në vendin e 4 me 45 pikë, në të njëjtën kuotë është dhe Partizani në vendin e 5, Teuta në vendin e 6 me 38 pikë dhe gara për mbjetesë e edhshme, duhet thënë, Tirana së bashku me Vorën dhe Bylisin në kuotën e 32 pikëve dhe në vendin e fundit tashmë Flamurtari me 29 pikë është afruar disi. Xhoen, si e sheh këtë betejën për mbjetesë, sepse janë 3 skuadra në të njëjtën kuotë dhe Flamurtari që e shfrytëzon këtë javë për të fituar terren ndaj skuadrave që ndodhen më sipër në klasifikimin e përgjithshëm. Është bërë realisht luftë shumë e fortë dhe mendoj që nuk do të vendoset deri në javën e fundit, se cilat do të jenë ekipet që do të bien nga kategoria dhe ato që do të qëndrojnë, por gjithashtu edhe ekipi që do luftojë për play-out me një ekip nga kategoria e parë. Është realisht për të përgëzuar nga gjitha këto ekipe që për luftën që po bëjnë, sepse është tamam luftë e fortë sportive dhe po mundohen dhe po i hapin shumë punë edhe ekipeve që janë në vendet e para. Sidomos edhe kur pavarësisht luajnë brenda ose jashtë fushë, qoftë Vora që për shembull mori barazimin me Vllaznin, apo edhe Bylisi që ishte në avantazh me Partizanin në arenën e Demave, por që arriti të dalë vetëm me 1 pikë. Ndalemi pak tek skuadra e Vorës, arrin të marrë 1 pikë ndaj kryesuesve të kampionatit.
duket sikur po arrin që edhe me pragmatizëm të arrit të sigurojë ato pikët që i duhen për të qenë mbi zonën e rënjes nga kategoria. Po vazhdojmë po marrim pak nga pak dhe ndoshta ne do ta shikojmë pastaj, por gjithashtu duhet thënë që ndoshta mund të kishin dalë edhe me 3 pikë nga kjo përballje bazuar në statistika, bazuar edhe në çfarë prodhuan në këtë ndeshje. Gjithashtu patëm edhe një gol të anulluar për pozicion jashtëloje. Mendoj që ekipi i Vorës që ishte debutues në Super League këtë sezon, në Biznes Superior këtë sezon, ka bërë një kampionat të mirë, sidomos në fillim, pati rënien e vet, por tashmë po i nxjerr ato kthetrat dhe po mundohet që të mbaj me dhunë, më thonë za le të themi, vendin e saj në renditje dhe në qëndrimin superior, në Biznes Superior. Do t'i prekim gradualisht pikërisht statistikat për të krijuar një ide më të qartë në lidhje me ato çka ka ndodhur në këto 90 minutash. Një barazim pa gola në shifrat 0-0 mes skuadrës së Vorës dhe ekipit të Vllaznisë, teksa expected goal në këtë përballje sa i takon skuadrës së Vorës ishte 0.96, 0.23, shumë e ulët edhe për ekipin shkodran, gjuajtja edhe në kuadrat 9-1 për Vorën, në të njëjtën linjë edhe skuadra e Vllaznisë, mbajtja e topit 63 në përqindje me 37 po përsëri në favor të skuadrës së Bellajt, duelet fituara 60-63, goditje nga këndi dhe gjuajtje. Një ka patur skuadra e Vorës nuk është konkretizuar, ndërkohë që nga 5 një ka përfunduar në kuadrat nga tentativat e skuadrës shkodrane, duela ajrore 11-20, faula 15-26 dhe topat e rikuperuar 61-72. Duket sikur performanca në sulm me Vllaznisë nuk ishte në nivelin e duhur në këtë sfidë. Ajo që është interesante në këto statistika që ne po shohim, është që praktikisht ekipet kanë bërë të njëjtin numër gjuajtjesh, por rastet e prodhuara kanë qenë më të rrezikshme nga ekipi vorak, krahasuar me atë Shkodran. Natyrisht unë thash më përpara që Vora ka luajtur në bazë statistikave, ka prodhuar më shumë dhe mund kishte marrë diçka më shumë, mund kishte merituar të marrë diçka më shumë nga kjo përballje. Ndoshta Vllaznia ishte pak e kursyer, le të themi, sepse duke marrë parasysh që kanë edhe ndeshjen e kupës tani në mesjavë dhe ishin pak më të përqendruar, domethënë duke sikur ishin të kënaqur për dalë edhe një pikë, për të dalë pa humbje, duke menaxhuar energjitë. Por më shumë ndoshta do të thoja që do ishin 2 pikë të humbura nga ekipi i Vorës në këtë ndeshje, sepse në 3 pikësh do t'i distanconte disi nga 3 ekipet e tjera që janë në fundin e renditjes. Se takon skuadrës Vorës, duket sikur I kishte marrë gjitha masat për të përballuar vendosin e skuadrës Vllaznisë. Arriti që në situata të caktuara përtej presingut ofensiv që krijonte skuadra shkodrane, arrinte ta menaxhonte dhe të krijonte edhe raste pas momentit të vështirë që kalonte, lidhur edhe me mundësinë e parë që kemi veçuar për këtë sfidë. Po, me çfarë pash edhe unë gjatë ndeshjes, ishte një ndeshje studiuar mirë nga ekipi I Vorës, që u mundua gjithkohës edhe gjithashtu edhe të mbante topit ta qarkullonte, siç e pam edhe nga përqindja, që ishte 63 me 37, janë munduar të qarkullojnë, nuk është një karakteristikë tamam e lojës tyre, por megjithatë, këtu kemi një pressing 1-1 nga ana e Vllaznisë, pressing dinamik, pra që topi është në lëvizje dhe shikojmë se si pasi pressingu tek portieri, Kashari lirohet, bën një spostim dhe Vora arrin të dalë mjaft mirë përpara, duke krijuar edhe një situatë që ishte le të themi 3-3, me një top gjatë që nuk u mor për pak edhe gjithashtu edhe portieri rrezikoi sepse për pak po dilte edhe jashtë linjës, por u duk pra se si ishte menaxhimi I mirë I skuadrës Vorë gjatë ndeshjes. Në anën tjetër ekipi Vllaznisë vojti disi presionin e skuadrës Vorës në disa momente përtej situatave që u krijuan. Kasalla ishte rreziku kryesor, ndërsa ishte një nga elementet që duhet veçuar nga kjo skuadër, edhe për gjithë ato që ka prodhuar gjatë këtij edicioni, si e sheh këtë lojtar, sa I rëndësishëm është për skuadrën e Vorës. Për panovrën sulmuese, do thoja bashkë me Bajramën janë dy nga lojtarët më kyç, sepse janë ata sidomos edhe kur topi shkon në krahun e majt, kemi parë shpeshherë ekipin e Vorës të sulmojnë nga I krah dhe të bëhet mjaft I rrezikshëm. Por në këtë rast ishte një lëvizje e mirë e gjithë ekipit, sepse që në momentin që u nis qarkullimi I topit, siç e pam në fillimin e këtij klipi në krahun e majt, ekipi I Vorës arriti të tërheq edhe mbrojtësat e Vllaznisë, duke marrë parasysh që Vllaznia luan me 5, ndoshta që në mbrojtësi mesit I Vllaznisë duhet të ishte spostuar pak më djathtas për të mbuluar, por shikojmë që Kasalla ka mbetur krejtësisht I boshatisur dhe arrin të marrë topin duke krijuar një rast mjaft rrezikshëm
në portën e Shkodranëve që u konkretizua edhe me gol, por ishte pozicioni pa rregull. Ishte më i avancuar sa linja e mbrojtjes. Ndërkohë, Vllaznia merr një pikë që e mban në krye të klasifikimit. Beson se më mirë një hap i vogël se sa të rrezikonte dhe në një farë forme të kërcënonte dhe performancën që do të kishte në mesjavë në Kupën e Shqipërisë, sepse prioritet mbetet sigurimi i Europës. Europa kalon përmes Final Four-it, por kalon edhe përmes Kupës së Shqipërisë. Është e rëndësishme që dy skuadra që ndodhen në Final Four të luajnë në finalen e Kupës së Shqipërisë, që skuadrat e Final Four të jenë të qeta. Andaj ndoshta si skuadra e Vllaznisë, ashtu dhe Egnati, ashtu dhe Elbasani, që një farë forme e kanë më të sigurt, e kanë si qëllim finalen sepse matematikisht do të siguronin Europën? Nuk e di, mendoj që ekipet që kanë ngjitur edhe në kupë janë ekipet që janë gjithashtu dhe pretendentë në kampionat. Po Dinamo dhe Partizani. Përveç Dinamos dhe Partizani. Mund ta bëjnë Final Fourin shumë delikat, sepse vendi i katërt mund mos shkojnë në Europë. Qëndron dhe është e vërtetë, por tre ekipet e tjera janë ndoshta edhe ekipe që po pretendojnë të fitojnë gjitha, bazuar edhe ndoshta në disa nga deklaratat që janë vënë shpesh. Kështu që janë të etur për trofe kudo. Për sigurisht që në këtë rast siç e thash ishin 2 pikë të humbura për Vorën, por në këtë rast do të thoya gjithashtu që është një pikë e fituar për Vllaznin, që gjithashtu ka një diferencë, qoftë një pikë me Elbasanin e vendit të dytë që mori një fitore të rëndësishme përballë Teutës. Kështu që përderisa janë akoma në vend të parë, mund të jenë disi të qetë, por nuk janë hapa fals, disi që nuk lejohen të bëhen më, sepse në qoftë se mund të penalizohen në vazhdim, nëse Elbasani vazhdon fiton dhe Vllaznia nuk arrin dot të marrë 3 pikët. Ndërkohë nga ana tjetër Vllaznia, një nga mundësitë më të mira të kësaj sfide, e pati në fundin e pjesës së parë me Sherif Kallakun. Është tregues që ky ekip është në nivelin e dur të pjekurisë, për shkak se arrin që në një moment caktuar të shfrytëzojë hapësirën që krijon kundërshtarit dhe të kërcënojë në zonën e rivalëve. Po, dhe është Vllaznia ka treguar gjatë gjithë sezonit që ka qenë një ekip që e ka dominuar dhe ka qenë pothuajse gjithkohës në vend parë në Super League. Në aksionin që ne kemi zgjedhur këtu është Kallaku, i cili ka zbritur shumë për të marrë dhe për të organizuar lojën, edhe kryemi gjendet gjithashtu aty, por janë lëvizjet e Kallakut që bëjnë diferencën. Shikojmë Qaton që është hapur praktikisht si një mesfushor krau dhe Jago që është futur më brenda, dhe është pikërisht lëvizja e Qatos dhe Jagos që nis një aksion mjaft rrezikshëm në portën e Vorës dhe Kallakun që e pam fillimisht në zonën e Vllaznisë për të organizuar, shkon dhe bën një inkursion duke bërë gjuajtjen e vetme në port për Vllaznin në këtë ndeshje, sepse është edhe shtylla normalisht e Çeliković, por ajo nuk konsiderohet gjuajtje në port. Pikërisht ndalemi pak tek episodi 4, tek shtylla, tek traversa e Çeliković, një goditje nga këndi që përpaksa nuk solli ndryshimin e historisë, përpaksa nuk solli ndryshimin e rezultatit. Si ishte pozicionimi i Vorës në këtë situatë? Ai kishte interpretuar mirë skuadra, sepse Çeliković ishte ai i cili arriti të lirohet në shtullën e parë. Po ishte lojtari vetëm që sulmoi shtullën e parë dhe ishte një skemë mirë nga ana e Shkodranëve dhe mu duk që ekipi i Vorës e humbi pak përqendrimin. Ata janë pozicionuar këtu siç mund të shihet në mbrojtje zonale, por nuk kanë preferuar që të marrin një kundër një asnjë nga lojtarët e Vllaznisë, secili lojtar praktikisht në këtë rast ka zonën e vet, siç mund ta shikojmë edhe në video, por në qoftë se pothuajse të gjithë lojtarët e Vllaznisë qëndruan në vend ose shkuan sulmuan pak në zonën e penaltisë, kishin Çeliković i cili sulmoi shtullën e parë dhe krijoi një travers, arrit të krijojë një rast nga të rrezikshëm që u përfundoi në travers dhe që mund të kishte ndryshuar fatin e kësaj përballje. Megjithatë, për te këtij rezultati, skuadra e Vllaznisë arrin që të mbajë vendin e parë në krye të klasifikimit për të faktit se duhet thënë që edhe pse ka një diferencë, ndoshta jo me Elbasanin, por me Egnatian, nëse do të ishim sot pranë Final Fourit, diferenca do të ishte vetëm 3 pikë. Dhe është një detaj shumë i rëndësishëm. Shiko, çfarë ka ndryshuar mendoj nga Vllaznia këtyre sezoneve të fundit, mendoj që ka treguar që është një ekip që di të vuajë më shumë, edhe në qoftë se këto ndeshje nuk humben, tregojnë edhe një lloj personaliteti tek ekipi Shkodran. Normalisht që të gjitha ekipet mendoj që i bëjnë llogarit pak a shumë të Final Fourit, por janë të përqendruar të gjitha tek çdo ndeshje që kalon në biznes superiore, sepse mund ndryshojë çdo gjë në renditje nga java në javë, asgjë nuk pritet, dhe pastaj kur të vijë momenti Final Fourit, tashmë që e kanë dhe siguruar matematikisht, do mendoj që do përqendrohen aty. Ndërkohë krahun tjetër nuk e shfrytëzon hapin e gabuar të Vllaznisë, skuadra e Ignatias pëson një humbje në shtëpi ndaj flamurtarit të ringjallën Kuqezind, është humbja e dytë këtë edicion që pësoi në shtëpi nga ekipi Vlonjat.
pse kjo performancë e Rogozhinasve larg pritshmërive apo larg asaj çka njerëzit kishin menduar në fillimin e sezonit, sepse luanin përballë skuadrës së fundit të klasifikimit me statusin e kampionës në fuqi dhe bën një performancë deri diku larg asaj që edhe ata vetë duan. Mendoj që ndryshimet e tepërta në ekip ndikojnë gjithmonë. Dhe pavarësisht se Egnatia ka fituar 2 kampionatet e fundit, kemi parë që shumë lojtarë janë larguar, janë shitur, kanë ardhur të tjerë, qoftë edhe në merkaton e janarit. Kështu që ndikon në çdo ekip futbolli kur ka shumë ndryshime. Gjithashtu kanë pasur edhe problemet e veta. Trajnerit e Tova pati dhe smundje, nuk qëndroi dot në stol, tashmë janë edhe të dënuar, edhe prap pavarësisht se janë në tribun, prap nuk janë në stol. Sa ndikon lajmi që në fundin e sezonit Tova të largohet? Në aspektin psikologjik mund të jetë një ngarkesë tek skuadra? Mendoj që po ka ndikimin e vet, por mund ta kuptoj deri diku pse klubi vendosi ta bëj kështu, sepse ndoshta edhe nuk ka dashur të tifusi një lloj presioni ekipit më vonë dhe ka menduar që lajmin ta rrëfej tani që ekipi është aty. Mendoj që do ta sigurojnë shumë shpejt edhe ata zonën e Final Four dhe do të vazhdojnë më tepër për të luajtur, kështu që sa më mirë ndoshta kjo ngarkesë të ndodhi pak tani që mund të harrohet me kalimin e javëve. Por Flamurtari gjithashtu duhet thënë që ka treguar që është një ekip i madh me të mëdhat, sepse është ka mundur Vllaznin. Ka mundur Vllaznin 2 herë, ka mundur edhe Egnatian, kështu që është një ekip që realisht ditë hap probleme çdo kundërshtari, pavarësisht pozicionit që ka në renditje. Ndoshta mund të ishte edhe një lloj nënvlerësimi nga ana e Ignatiës në këtë përballje, por tashmë janë vlonjatët që kanë dalë me kokën lart edhe me arsye më shumë për të luftuar për qëndrimin në biznes superiore. Megjithatë, tek skuadra e Ignatias expected goal ishte i lartë, 1.51 për të kaluar edhe statistikat tek ato çka prodhoi fusha e lojës në këtë 90 minutësh mes skuadrës së Ignatias dhe ekipit Flamurtarit. 0-2 rezultati, 2 gola të realizuar, një autogol i Hajme dhe një super gol i Meme, cilin do ta ndjekim në vijim për të shkuar më pas tek expected goal, siç tham 1.51 për skuadrën e Ignatias, 1.08 ekipi Flamurtarit, ndonse me një expected goal shumë të ulët të realizon 2 herë, gjuajtje edhe në kuadrat 14-3 ekipi Rogozhinas, 16-6 skuadra Kuqezi, mbajtja e topit 58 me 42% në favor të vendasve, duelet fituar 84 me 78, goditje nga këndit e gjuajtje 8-2 të konkretizuara, 12-3 për ekipin e Flamurtarit, duele erore 18-13, faula 20-16 dhe topa të rekuperuar 94-74. Referuar shifrave duket sikur diferenca nuk ka qenë aq e madhe mes Ignatias dhe Flamurtarit, për të qenë sinqert. Nuk ka qenë, por nisi, le të themi, pak mbrapsht për Ignatian, duke marrë parasysh që goli psuar ishte në fillimin e ndeshjes dhe gjërat ishin pak të vështira pastaj për tu rikuperuar për ekipin e Rogozhinas. Nuk mund të them që nuk prodhoi, ndoshta madje edhe mund meritonte më shumë, por edhe dalja pastaj me kartonin e kuq në pjesën e dytë i prish shumë punë dhe gjithashtu edhe dyfishimi rezultatet i Flamurtarit dha sigurinë që edhe pse me 11 lojtar ata mund të mbrohen mirë, donin të dilnin të ishin sigurt dhe morën fund ditës, morën 3 pikëshin dhe mund të largohen të qetë nga Rogozhina. Që në fillimin e lojës ishte një sfidë që u duk sikur do të ishte gjithçka për gjithçka, të paktën nga skuadra e Flamurtarit, duke veçuar edhe atë pressingun 1-1 dhe daljen e skuadrës Kuqezi që nga rivënia fundore. Ishte një pressing, nëse pam Shparta Vllaznia që ishte një pressing dinamik 1-1, në këtë rast që do të shikojmë tani, ishte një pressing 1-1 në rivënien fundore nga ana e ekipit të Ignatias për të bllokuar nisjen dhe manovrën sulmuese të Flamurtarit dhe kjo është një pamje e qartë, pra shikojmë se si 6 lojtarë Rogozhinas kanë dalë përpara dhe 6 lojtarë Flamurtarit janë gjithashtu ndërtim, por Flamurtari duket se kishte studiuar këtë dhe kishte hapur bindsukën në krahun e majt, që arrin të fitojë një duel me kokë me Hajmen dhe më pas arrin që të krijojë një dalje mjaft mirë të vlonjantëve që nuk u konkretizua dot në një rast rrezikshëm, por që gjithsesi ishte diçka që ja vlente për t'u treguar dhe që ishte studiuar nga ana e ekipit të Flamurtarit dhe stafit teknik. Flamurtari si e sheh performancën që ka treguar në këtë ndeshje dhe çfarë sinjalizon për 4 javët që kanë mbetur? Nëse do të ishin të aftë të luanin dhe të merrnin 3 pikë, domethënë 12 pikë të mbetura dhe të bënin këtë lojë sepse ishte lojë solide për hir të vërtetës nga ana e ekipit Flamurtarit.
ata mund të pretendojnë të qëndrojnë pa më të vogël ndryshim, por mbetet për tu parë sepse gjithsesi është ekip që ka treguar shumë duhatje gjatë këtij sezoni dhe gjithashtu dhe kalendari nuk është asnjë ndeshje nuk është e lehtë sot, sidomos në kampionatin ton, por nëse mund të marrim më të mirën, atëherë sigurisht që mund të kenë shpresa, sepse siç e thonë asaj që shpresa vdes së fundit. Sigurisht, ndërkohë që Egnatia bëri çmos për të marrë një rezultat sado pozitiv në këtë sfidë, nuk arriti dot për të faktit që në minutën e 33 pati edhe një gol të anuluar. Po. Si ishte interpretimi i kësaj situate? Ishte një dalje mjaft e mirë, një karakteristik tashmë e ekipit të Egnates, e cila ka manovrat e saj sulmuese që janë të perfeksionuara. Femërtari ishte gjithashtu duke fituar 0-1, nuk ishte interes të bënte një pressing të madh, por shikojmë këtu se si çfarë lëvizje bën Fernando, i cili largohet dhe hap menjëherë hapësirë në krahun e majt me Egnatian që sulmon dhe krijon një situatë një trekëndësh, Jefferson që shkon të bëjë një mbi pozicion dhe fatkeqësisht nuk arrin dot të konkretizojë siç duhet ekipi Rogozhina, sepse përndryshe ndeshja do të ishte barazzuar dhe mund të kishte shkuar shumë më ndryshe për ta. Historia totalisht. Por Fernandon që e kemi parë shpesh së bashku, e kemi parë që hapet në krahun e majt, bëhet praktikisht një qendërmbrojtës majt në ndërtim. Këtu ishte pak më i avancuar, vendosi që të shkojë të depërtojë përpara dhe hapi komplet krahun e majt duke krijuar një rast të rrezikshëm në gjysmëfushën vlenjare. Mbetet Egnatia një nga skuadrat që interpreton më mirë kundër sulmin, referuar pak edhe me rastin e radhës që kemi përzgjedhur. Nga një goditje nga këndi, menjëherë arrin të avancojë. Mendoj që Egnatia nuk është ekipi i tranzicioneve, por duke marrë parasysh edhe se si shkojnë ndeshja dhe sidomos në aksionin që ndodhi, sepse ishte një goditje nga këndi për flamurtarin që kishin shkuar të sulmonin në shumë lojtarë në zonë, u munduan që me 10 lojtarë të shfrytëzonin maksimalisht atë çfarë mund t'i jepi. Këtu shikojmë që të dy lojtarët e Egnates, qoftë Fernando, qoftë Bakayoko, Fernando mundua të luftojë madje edhe për topin e dytë, shkojnë të nisen më një herë përpara duke krijuar një situatë 3-2 ose madje gati tashmë u gati 2-0 një moment kundër ekipit flamurtarit dhe ishte një rast i cili mund të jepte një lloj zvogëlonte atë avantazhin e flamurtarit edhe të afusta Egnatia në lojë, sepse megjithëse ishte me 10 lojtar, po mundohej gjithsesi të bënte edhe ajo lojën e saj. Sa mund ndikoi eksperjenca tek skuadra Rogozhina se në këtë fund kampionati, në këto 4 javë që kanë mbetur, por edhe në Final Four ku është treguar eksperte në 2 sezonet e mëparshme, ka arritur që të dominojë dhe të triumfojë në fund të marrë trofeun. Për sa kohë është kampione në fuqi, Egnatia është ekipi, unë mendoj personalisht që Egnatia është ekipi për të mundur, sepse jo vetëm sepse është kampione, por gjithashtu dhe me rezultatet që ka marrë këtë sezon, nuk janë si 2 sezonet e mëparshme, nuk janë në vendin e parë, por janë aty, po mundohen të luftojnë, po mundohen të luajnë futboll, krijojnë raste dhe është një ekip që realisht ka prodhuar shumë dhe mbetet për të parë se si do ta menaxhojnë edhe ata situatën, sidomos edhe me lajmin tashmë që do të largohet edhe trajneri. E thënë ndryshe, është skuadra që mban trofeun, e tjerë do duhet t'ia marrin. Natyrisht që këtë edicion gara për titullin kampion është shumë më fortë se sa sezonet e shkuara. Me Elbasanin që tashmë është kthyer në një potencial të vërtet për të triumfuar. Jo vetëm për faktin që ndodhet një pikë më pak se sa skuadra e Vllaznisë, por edhe me atë çka ka treguar në fushën e lojës. Si e sheh skuadrën e Elbasanit, ndoshta edhe fakti që nuk e kanë atë presionin aq të madh sa skuadrat e tjera mund ta ndihmojë. Gjithmonë kanë deklaruar që objektivi primar, parsor, është sigurimi i Europës. Praktikisht e kanë arritur deri diku. Si mendon? Është e drejtë sepse mendoj që Elbasani nuk ka pse të deklarohet që do të luftojë për titullin kampion. E kemi përmendur edhe më përpara që është një ekip që ka qenë në vendin duke luftuar për vendin e 4, para 2 sezonesh me kategorinë e parë. Kështu që është duke bërë më të mirën edhe është tashmë me të drejtë një pretendente për të marrë atë që duhet. Një fitore në shifrat 1-2 përballë skuadrës Teutës, një triumf i cili erdhi me përmbysje, se takon statistikave expected goal 1.02, në anën tjetër 2.73 skuadra e Elbasanit, gjuajtje dhe në port 9-2 për Teutën, 12-5 për ekipin e Elbasanit, mbajtja e topit 42 në përqindje për vendasit, 58 në përqindje për Elbasanin, duelet fituara 70-77, goditje nga këndi të konkretizuara, 2 për Teutën, asnjë
e finalizuar siç duhet, 2 goditje në kuadrat nga 8 goditje nga këndi për ekipin e Elbasanit, duele erore 12-14, faula 11 dhe topat e rikuperuar 63-68. Detaj interesant ndoshta në këtë sfidë ishte ai 11 metrash i përsëritur 2 herë dhe i pritur nga Selmani. Ta prekim pak këtë element, japim merita portierit të Udës. Pa më të vogël dyshim se do ta themi që edhe numri i lartë i Elbasanit the expected goals ka ndikuar pikërisht edhe kjo penalti që është 2.73, sepse pa atë ndoshta do të ishte diku te 2-shi. Por një kompliment për portierin Selmani, i cili arriti që t'i jap edhe siguri në ato momente ekipit vet. Kështu që nuk është gjë e rrallë ndodhi në futboll që megjithëse penaltia përsëritet pritet 2 herë, por si duket arrit të fitojë edhe duelin psikologjik, le të themi, kundër kundërshtarit vet. Sa i takon kësaj sfide, ishte Arifi që realizoi fillimisht për skuadrën e Teutës, ndërkohë që Diallo me 11 metrash në 53-ën dhe Xe Gomesh në minutën e 95. Megjithatë Arifi mbetet një nga elementet më të rëndësishëm të skuadrës së Teutës, një futbollist shumë interesant, i integruar edhe tek skuadra e 21 vjeçarëve të Shqipërisë. Si të duket ky element në radhë e djemve të ditë? Është lojtar që tashmë nuk është sezoni i parë që po luan në biznes superiore, pavarësisht moshës së re që ka, dhe duket që është përshtatur mjaft mirë, nuk ka frikë, nuk ka as atë lloj presioni që mund ndjej një lojtar që fundja është 18 vjeç, 19 vjeç këtë vit. Po bën mirë dhe mendoj që edhe ekipi i Utës ndoshta do gjithashtu të përfitojë sa më shumë prej tij, është duke aktivizuar, ka luajtur në pozicione të ndryshme. Në klipin që ne kemi përzgjedhur, për shembull e vëmë re që me të Utën ka luajtur dhe ka bërë pak rolin në 9 falco. Pra ka pasur lirinë fush për të shkuar, qoftë për të zbritur, qoftë për të hapur në krah, dhe për të marrë, si thuaç, le të themi një lloj mënyre frenat e lojës në kontroll, sepse ishte ai që pastaj hapte hapësirat për shokët e vet të ekipit. Sigurisht Arifi është një nga lojtarët më të rinj që ka debutuar në biznes superiore, sepse mbaj mend që me Teutën ka arritur që të jetë protagonist që edicionin e kaluar. Cilat janë ndoshta projeksionet që ti mendon për këtë futbollist? Unë shpresoj sigurisht më të mirën për të, duke marrë parasysh që edhe ka debutuar në moshë të re me kombëtaren, ka debutuar në moshë të re me Teutën, lojtar që do ka dhe potencial që më vonë ndoshta pse jo mund të arrijë kombëtaren e madhe, por të shikojmë se si do të vazhdoj karriera e tij në vazhdim. Ndërkohë te ky klip po të vëmë re, shikojmë qoftë me kujdes tu edhe pozicionin e Tolit, po dhe të Arifit, që fillimisht ishte pranë mes dhe pastaj shkon hapet në krah, dhe ishte depërtimi i Tolit brenda zonës, i cili krijoi një rast mjaft rrezikshëm në portën e Elbasanit që u përfundoi me një shtyllë. Ndërkohë në anën tjetër, skuadra e Elbasanit agresive arrin të bëjë mjaft mirë daljen nga krahët. E kemi parë shumë herë që me forcat shumta bën mbivendosje. Edhe në këtë sfidë përballë Teutës ishte një formë strategjie për ta vënë befasi skuadrën kundërshtar. Po, sidomos me mbi pozicione, gjithashtu edhe me ndryshimet e krahut, sepse kërkonin gjithmonë të krijonin një lloj e përsie 2-1 në krah me ekipin e Teutës. Ju shikojmë Lilëm që pavarësisht topi këtu ishte si një goditje dënimi, por Lila sapo hapet topi tek qendërmbrojtësi Majt, tek ishte Kasa në këtë rast, shkon sulm me krahun dhe shikojmë rastin e krijuar në portën e Teutës me shumë potencial, por nuk ishte as lojtar aty për të sulmuar portën, sepse ishte komplet krahu i Majtit Dursakëve që u hap pas shtyrjes, pas depërtimit që bëri Lila, që luajti gjithashtu mirë sepse luajti shpejt ato. Ndërkohë në krahun tjetër Teuta me këtë humbje futet në një zonë të vështirë. 3 humbje radhazi, 6 pikë nga zona rënjës. Sa rrezikon skuadra dursake me këto rezultate që ka marrë së fundmi, por duke parë dhe kalendarin, sepse luan me skuadrat që garojnë për mbijetesë dhe me Gnatian që është kampion në fuqi në takimin e javës së 36. Duhet të thënë, është shumë e saktë ajo që theti në fillim, që domethënë Teuta tashmë është më afër zonës së rënjes, dhe ne para 2 javësh po flisnim që ishte një ekip kandidat për të luajtur për të kapur Final Four, ndërkohë 6 pikë nga zona e rënjes dhe 7 pikë nga vendi i 4.
Mendoj që rrezikojnë, sepse siç e kemi parë dhe po e shikojmë që po e vëmë re se gjitha këto ekipet e vendeve të fundit nuk kanë asgjë për të humbur. Po luajnë fort kundër çdo kundërshtari që kanë përballë, kanë treguar që janë të afta për të marrë dhe pikë, dhe Teuta që me 3 humbje rresht tregon se si mund ndryshoj komplet edhe sezoni një ekipi nëse do vazhdojë edhe gjithashtu në të njëjtën mënyrë, sepse nuk është e thjeshtë për ta, jam edhe me kalendarin që kanë. Presioni vjen e shtohet nga Vora, Bylisi dhe Tirana, me këtë të fundit që është nga skuadrat më në formë momentit. Në 5 takimet e fundit ka arritur që të marrë 11 pikë skuadra Rrugës Shehit, 3 fitore, 2 barazime, luajti derbin me Dinamo Cityn. Një tjetër pikë e vlefshme përballë Nëndecës Blu. Si është këtë performancë, këtë ndryshim të fytyrës së bardhëbluve në drejtimin e Rrugës Shehit, pas vështirësisë që hasin në ndeshjet e para? Mendoj që ne kemi thënë që trajneri ka pasur impaktin e vet dhe ka bërë mjaft mirë për t'i dhënë personalitetin e tij, gjithashtu për ta transmetuar tek ekipi. Mendoj që ndeshjen me Dinamon ishte ndoshta një nga ndeshjet që kanë vuajtur më shumë që kur Shehi ka ardhur në stol, sepse rezultati mund kishte përfunduar shumë thjesht edhe 2-1. Por, me sa duket, bardhëblut patën edhe le të themi pak fatin në anën e tyre, sepse edhe penaltia që gjuajti Bregu shkoi jashtë, kështu që morën një pikë të vyer dhe që i mban aty në luftën për mbijetesë. Se takon statistikave të kësaj sfide, zhvilluar në stadiumin Erol Benja mes Dinamo City dhe Tiranës, u mbyll në shifrat 1-1, ndërkohë që në këtë përballje arriti Malomo të shënoi për skuadrën e Dinamos dhe Myslovic fillimisht në minutën e 55. Expected goal në këtë përballje 2.76 për skuadrën e Ilir Dajës, 0.67 për ekipin e Tiranës, gjuajtjet dhe në kuadrat 22-8, 7-2, dominim absolut i ekipit Dinamo City, mbajtja e topit 59 me 41%, duelet fituara 94-81, goditje nga këndi dhe gjuajtje 5-1 për Dinamon, 5 por pa tentuar asnjë nga këto goditje nga këndi për ekipin e Tiranës. Dueli erore 12-10, faula 8-12 dhe topat e rekuperuar 85-66. Duket sikur nga shifrat Dinamo ishte shumë më superiore, expected goal shumë i lartë, numri i goditjeve dhe atyre në kuadrat në një superioritet të dukshëm te ekipi i Tiranës. Mos ndoshta meritoi diçka më shumë Dinamo në këtë sfidë? Po, në anën statistikore pa më të vogël dyshim po, ishte dominante, prodhoi shumë, duke që dhe lojën e Tiranës e kishin studiuar mjaft mirë. Megjithatë, si shpesh ka ndodhur në sezonin e Dinamos, këtë vit nuk ka arritur dot, sidomos edhe në fazën e 3 dhe të 4, nuk kanë arritur dot të konkretizojnë siç duhet dhe për të marrë rezultate. Pra nuk kanë qenë ekipi cinik që ndoshta ata do donin të ishin për të marrë 3 pikët në ndeshjet caktuara. E ka marrë Tirana identitetin e Rrugës Shehit duke parë dhe mënyrën si luan, që në fillimin e lojës ishin shumë të qetë, menaxhuan mjaft mirë, kishin episode që dilin në mënyrë graduale nga një rivënje fundore deri tek një mundësi për të çnuar në krahun tjetër. Po, e kishin studiuar gjithashtu edhe presingun e Dinamos dhe munduan të luanin nga poshtë, pavarësisht se dim që Dinamo është një ekip që bën presing në mënyrë mjaft mirë, por pati besim edhe te lojtarët e prapavijës Rrugës Shehi. Ne kemi thënë që Myslovic tashmë është lojtar kyç në mënyrën se si organizon Tirana nga prapavija dhe përdoret shpesh edhe ky lojtar që në këtë rast është pikërisht te zona 16 metrëshit. Tirana është me 4+2, shikojmë gjithashtu edhe presingun agresiv të Dinamos, nuk është se ishte dalja më e pastër, le të themi me pasime, por ekipi i Tiranës ka treguar që atë që thamë edhe që parë, intensitetin që i ka dhënë Rrugës Shehi është shumë luftarak në çdo top dhe mundohet që në momentin që e merr të luajmë sa më shpejt vertikal përpara dhe të shikojmë këtu se si doli Xhixha në një rast ideal për të 1-1 që nuk u konkretizua me gjuajtjen port, por ishte një dalje e mirë pavarësisht se, siç e tham, jo e pastër siç duhet. Ndërkohë që në krahun tjetër, trajneri Ilir Daja është nga ata të cilët i kushton shumë vëmendje anës taktike, sidomos në aspektin mbrojtës, duket sikur i ka korrigjuar ato problematikat që skuadra po haste në pjesën e parë të ndeshjeve të vitit 2026 në fazën e tretë, e thënë më qartë. Po, se mundohet që të bëhen fort. Ekipi Dinamos është një ekip që luan rëmb, le të themi, edhe kur është në pressing që e pam çfarë, por gjithashtu edhe këtu që janë në blok të mesëm, është një 1-4-3-1-2.
dhe në momentin gjithsesi Tirana u mundua që të spostonte me pasime duke ndruar krah, tu shikojmë edhe dy lojtarët që ishin në majtë të Dinamos, që në momentin shkojnë më një herë të bëjnë pressing përpara, ndoshta edhe duke lënë pas hapësirë gjithsesi. Dhe çarkullimi i Tiranës nga një krah në krahun tjetër hapte ekipin e Dinamos, megjithatë këtu në këtë rast pasi Tirana ka humbur topin, shikojmë që janë 7 lojtarë përpara të Bardhëbluve dhe Dinamo arrin që të krijojë një rast mjaft rrezikshëm me një tranzicion që ishte 4-3 dhe që nuk u konkretizua sepse u bë një gjuajtje që ndoshta mund të kishte ardhur pak më vonë ose topi mund të ishte pasuar më shpejt. Ishte një nga ndeshjet më të bukura të kësaj jave, besoj. Mendoj që po, edhe nga ajo çfarë u prodhua dhe nga emocionet që pati deri në fund. Mbetet një derbi. Mbetet një derbi gjithashtu, kështu që është antipasta e asaj çka do ndodhi javën e ardhshme. Po. Ose më saktë gjatë kësaj jave. Fundjavë na pret një tjetër derbi. Tirana Partizani, po krahun tjetër kemi edhe një klasike. Sfida që do të luhet në Elbasan Arena mes Elbasanit dhe Vllaznisë, dy skuadrat e para të. Dhe është ndeshja për vendin e parë. Ndeshja për vendin e parë do jetë mendoj që të jenë të dyja sfida shumë emocionuese dhe nuk janë për të humbur nga asnjë futbolldashës në vendin tonë. Megjithatë, Tirana para se të mendoj për sfidën me Partizanin, duhet të gëzoj në një performe atë çka po prodhon, sepse duket sikur ka gjetur një pjesë të futbollistëve të gjejnë formën e tyre më të mirë. Kemi parë Redon Xhizën që po kontribon me gola, me asist, por duket sikur edhe Tabeku është ai i cili ka rilindur. Po. E shohim që të jetë shumë aktiv, shumë produktiv, të bëjë mjaft mirë në repartin e avancuar, edhe ka krijuar atë kimin me Redon Xhizën. Ka krijuar kimin edhe tham gjithashtu mos gaboj javës së kaloi që ka hequr gjithashtu një peshë të madhe të barrës përgjegjësisë nga shpallullat e tij që kishte gjatë pjesës parë të sezonit, sepse tashmë është dhe Xhixha aty që e ndihmon shumë dhe Tabeku është paksa më i lirë në fushë për të bërë ato veprimet mbrapa shpine. Por këtu pas qarkullimit të Tiranës, që siç e thash edhe çfarë ishte e çonin topin sa nga një krah në tjetër me pasime të shkurtra për të hapur sidomos me fushën e Dinamos, tu shikojmë Xhixhën që Tabekun që bën një lëvizje mjaft mirë shmarkimi dhe duke dalë përballë me portierin Dinamos, por që nuk arriti dot sepse u mundua që të pasonte topin, por ishte edhe një veprim mjaft mirë i portierit Dinamos që doli dhe mbylli me një rrezën për mos lejuar pasimin. Edhe në këtë sfidë pati episode që vinin nga rivënjit anësore. Edhe tek sfida mes Dinamosit dhe Tiranës, sërish mbetet një element që tashmë ka sill rrezikshmëri. Është ndoshta një detaj i futbollit modern. Fakti që nga rivënjit anësore, skuadrat arrin që të krijojnë momente tek të cilat mund të shënojnë, kemi parë shumë raste në javët e shkuara që konkretizohen dhe me realizimin e një goli. Ndoshta ndjekësit tanë mund të kenë dëgjuar që sidomos në Angli ose në futbollin e niveleve shumë të larta ekipet kanë edhe trajnerë enkas për goditje standarde, ndërkohë që ka gjithashtu edhe ekipe që investojnë edhe për rivënjet anësore. Këtu shikojmë edhe daljen mjaft mirë të ekipit të Dinamos, i cili gjithashtu mundua të luaj shpejt dhe të çojë topin nga sa njërin krah në tjetrin dhe menjëherë sapo e humbin arrin ta rifitojnë sërish dhe me dy pasime arrin të shkojnë të gjuajnë në portën e portierit Bekaj. Megjithatë ajo që arriti që të realizojë parë ishte skuadra e Tiranës, një gol që në një farë mënyrë e goditi dhe psikologjikisht pak skuadrën e Dinamos sepse po dominonte, po kërkonte shumë mundësi, tregohet më i qartë manovrat e saj skuadra Bardhëblu. Është një tjetër element që e ka fituar gjatë kalimit të ndeshjeve me Tiranën që është më pragmatiste. Po. Sepse ka krijuar gjithë sezonin. Është e vërtetë, është shumë i saktë dhe është Tirana nëse ne tham çfarë që Dinamo si ka munguar disi cinizmi, sidomos pas ardhes së Rogeshit, mendoj që Tirana është bërë një ekip cinik edhe për shkak të cilësisë që ka ekipi në dispozicion dhe në moment që ka një rast të rrezikshëm e shfrytëzon edhe madje arrin të shënojë. Këtu pas një rivënie fundore nga ana e ekipit të Tiranës, arrin që të fitohet mjaft mirë topi i dytë dhe shikojmë që mbrojtja Dinamos bën një gabim, është pa pozicionuar siç duhet dhe vjen pikërisht organizatori i Prapavijës, është Mislovic, i cili shënon një gol mjaft bukur. Mislovic që konkretizon në një farë formë edhe ato çka ka treguar javën e fundit. Kemi parë shumë aktiv, një element të rëndësishëm, ndoshta nga më të spikaturit tek kjo skuadër në pjesën e dytë të kampionatit. Po,
Po, dhe duket se dhe ai e ka gjetur veten mirë, është përshtatur gjithashtu dhe me ekipin, me dinamikat, me ato çfarë kërkon trajneri, dhe fakti që gjithashtu arriti të shënojë mbase mund t'i japë një impuls tjetër dhe të shkojë ta mbyllë sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme. Reagoi mjaft mirë Dinamo, në fakt pas golit pati një mundësi shumë mirë dhe mbi gjitha një tjetër imazh që krijon është fakti që luan shumë me topin në zonën kundërshtare. Tregon gjithashtu edhe personalitetin që ka ky ekip, sepse është ekip që pavarësisht se mund të psojë, nuk e humbet toruan, vazhdon, sidomos është një ekip që ditë që akulloi mjaft mirë. Tirana kemi parë shpesh sidomos që gjatë gjithë sezonit tashmë, jo vetëm edhe në periudhën e fundit, por është një ekip që shkon të mbrohet dhe tu shikojmë rombin që u formua nga ekipi Dinamos në krahun e majt dhe lëvizja e Malomos që ishte shumë e mirë, çmarkuese se sulmoi zonën bosh që ishte hapur tek qendra e djathtë e Tiranës dhe këtu një krosim mjaft i mirë në zonë dhe mbrojtja e Tiranës që duket se e kishte humbur pak përqendrimin sepse ishin dy lojtarë në zonë, kryesisht Bushatisë në zonën e 5 metrash që mund kishin rrezikuar për të shënuar golin e barazimit shumë shpejt. Ndërkohë që ashtu si skuadra e Tiranës drejt derbit të kryeqytetit, derbit të kësaj fundjavë, skuadra e Partizanit shkon me të njëjtin rezultat, në një barazim 1-1, u nda në takimin me ekipin e Bylisit. Partizani ndryshe nga Tirana nuk po has dot në atë ritmin e dur, nuk po arrin dot që të gjej rrugën e dur tek rezultatet pozitive. Duket sikur është në një moment ngërçi skuadra e kuqe. Në 5 ndeshjet e fundit ka marrë vetëm 3 barazime, ka pasur 2 humbje as 1 fitore. Disi po, sepse dhe janë rezultatet që nuk gënjejnë dhe për hir të vërtetës kanë qenë ndeshje që mund kishin shkuar më ndryshe për ta, sepse mund të ishin fituar, por në fund të ditës nëse se thuhet nis një rezultat negativ dhe pastaj vazhdon, bëhet pak problem. Megjithatë, duhet ta themi që nuk mendoj që do të ndikoj shumë për javën në vijim, se për derbi me Tiranë, sepse në fund ditës derbi është derbi dhe të dy ekipet do të shkojnë me gjithçka kanë për ta fituar. Megjithatë, dhe Partizani normalisht do bëj analizat e saj dhe i duhet një lloj reagimi dhe gjithashtu për të futur në Final Four. Në fakt është shumë interesant fakti, para se të kalojmë tek ndeshja e radhës, që situatat vijnë të ndryshme, por historiku është pak më ndryshe. Tirana ka fituar vetëm në ndeshjen në fazën e parë, mos gaboj, përballë Partizanit, solli largimin e trajnerit, emërimin e Kërnajës. Kërnaja në 2 ndeshje derbi në vijim ka arritur që të fitojë të dyja në të njëjtin rezultat 2-0. Në vijim tek ndeshja e katërt, Tirana është skuadra më në formë, ka arritur të marrë 11 pikë në 5 ndeshjet e fundit. Partizani është në një moment vështirë, ka marrë vetëm 3 pikë nga 15 të mundshmet. Besoj se mund të jetë një moment që e bën akoma dhe më të bukur këtë derbi. Po, dhe gjithashtu janë dhe ekipet që po luftojnë edhe për gjëra të ndryshme, duke marrë parasysh edhe se si ka shkuar sezoni. Partizani ndoshta në fillim në humbjen që gjithashtu pa të psuar në atë derbin e parë, ishte duke luftuar për të mos ishte në zonën e ftohtë, po themi, se s'po të ishte duke luftuar për të mos rënë. Me ardhin e trajnerit të ri shkuan të luftonin për Final Four, Tirana vazhdoi vuajti, humbi dhe 2 derbe, ndroi edhe 2 trajnerë tjerë dhe sot është këtu duke ka rikuperuar shumë dhe po lufton që të qëndrojë në biznes superiore. Pavarësisht se ndoshta tifozët e këtyre 2 ekipeve mundonin që të ishin në vendet e para dhe kjo ndeshje të vlente për titullin kampion, por prapë mendoj që emocioni mbetet i njëjtë në këtë derbi dhe shpresoj gjithashtu ta shoh stadiumin e mbushur plot, sepse do jetë ndeshje që do ja vlejë. Nëse Partizani nuk e shfrytëzoi dot atë hapin e gabuar të skuadrës Dinamos që kishte luajtur një ditë më herët, Bylisi merr një pikë shumë të rëndësishme, që mbetet në të njëjtin linjë, në të njëjtin hap me skuadrën e Tiranës dhe me Vorën, sepse këto 3 skuadra arritën që të treja të kenë të njëjtin ecuri dhe vetëm Flamurtari u afrua sepse mundi Egnatian. E sheh ekipin Rogozhinas në të njëjtën lartësi, në cilësi me Tiranën dhe me Vorën, duke qenë se janë ekipin e Bylisit, vjes. Në të njëjtin nivel me 2 skuadrat me të cilët ndan Bylisi krahasuar gjithashtu dhe me përveç Vorës, por krahasuar me Tiranën e Flamurtarin sidomos, që kanë pasur dhe buxhete më të larta. Mendoj që janë duke bërë një sezon mjaft dinjitoz. Janë duke bërë më të mirën e mundshme, patën shiten gjithashtu edhe 2 nga lojtarët kryesor në janar tek Dinamo.
Sigurisht që kanë mundësitë e veta dhe mundohen që të bëjnë më të mirën, por tashmë edhe ata duhet shtyrën dhe janë këto ndeshje siç ishte kjo me Partizanin që arrin të kenë avantazhe, por që duhet ta mbyllin me fitore. Një brazim 1-1 mes skuadrës Partizanit dhe ekipit të Bylisit, teksa ishte një sfidë mjaft e luftuar, 2 golat realizuar shumë herët, që në minutën e dytë arriti Buraneli që të gjente rrugën e rrjetës, ndërkohë që ishte Iskandari ai i cili arriti që në krahun tjetër të vendoste ekuilibrin me rezultatin që nuk ndryshoi deri në fund, teksa sa i takon pjesë tjetër të statistikave të kësaj sfide, 0.26 ishte expected goal për ekipin e Bylisit që shënoi i pari dhe 2.44 për ekipin e Partizanit në anën tjetër që ishte dominues, të paktën referuar kësaj statistike, gjuajtjet në kuadrat 11-2 për Partizanin, 4-2 për ekipin e Bylisit, mbajtja e topit 58 dhe 42 në përqindje në favor të vendasve, duelet e fituara 96-92, po në favor të ekipit të Oltion Kërnajës, goditje nga këndi të konkretizuara 6-2 ekipi Partizanit, 2 goditje nga këndi ka patur ekipi Bylisit, nuk ka arritur dot që të tentojë asnjëherë kuadratin nga këto situata, dueli erore 13-16, faulla 19-13 dhe topat e rikëpëruar 80-81. Gjoen, sa ndikoi goli i shpejt i ekipit Bylisit, që në minutën e dytë arriti që të godas skuadra ballshope? Ndikoi shumë dhe mendoj që ishte gjithashtu pak e papritur, surprizuese nga ana e ekipit ballshop për mënyrën se si vendosi tani sfidën, sepse ata nuk rësëshuan për një ekip që vendos të shkojë në pressing, por këtu gjithashtu kishte ndryshuar dhe skema që do ta flasim pak më pas, sepse ishte në një lojë 5-3-2. Por këtu shikojmë se si arrin të rifitoj torë më njëherë me pressingun e 2 lojtarëve përpara dhe me ndihmën e mesfushës dhe arrin të krijojë më njëherë të gjejë më njëherë më saktë rrugën e rrjetës pasi goditje mjaft mirë të Boranelit nga jashtë zone, pasi morën topin, qarkulluan pak dhe derisa gjetën lojtarin bosh në 16 metrash për të shënuar, për të goditur portën. Ti e përmendë pak në fakt vendosjen e Bylisit, ndikoi goli i shpejt që të pozicionoi skuadrën atë vendosje? Pesë në mbrojtje. Mendoj që mund të surprizova në fakt sepse ishte edhe trajneri Mirelosa, nuk është se ka karakteristikë të tij të mbrojë me 5, por zgjodhi me sa duket që e kishte përgatitur kështu këtë ndeshje mbase për ta kapur dhe të papërgatitur ekipin e Partizanit dhe këtu mund shikohet më qartë sepse është pikërisht vendosja e ballshotëve shumë e qartë që është 5-3-2. Prisni në blok të mesëm, ata zakonisht mbrojnë janë 4-3-3. Por ishte një mbrojtje që se thuaç edhe për Partizanin ishte vështirë të thyej, pavarësisht se arriti të krijojë mundësitë e veta, por duke marrë parasysh që nuk ishte përgatitur tamam, ndoshta kjo skemë kundërshtarit, Bylisi arriti të mbajë për një farë kohë edhe avantazhin. Reagoi mjaft mirë skuadra e Partizanit sepse gjeti forcat që pas golit pësuar 8 minuta më vonë krijoi një rast shumë të mirë për të realizuar, në vendin e 10 apo jo. Po, ishte një rast mjaft i mirë nga ana e të kuqve, që tashmë është bërë gjithashtu edhe një lloj karakteristike lojës tyre, sepse janë ekip që din të luajnë mjaft mirë edhe me tranzicione, dhe ishte gjithashtu në këtë rast ishte një meritë e madhe e Tomës për mënyrën se si mbrojti topin dhe priti gjithashtu edhe ardhin e shokëve të ekipit, dhe mbrojti topin kundër 2 lojtarëve të Bylisit. Dhe shikojmë Iskanderlin që ishte komplet i vetëm në zonë, por që nuk arriti do të çonte topin port. Ndërkohë në anën tjetër u shpërblye një farë mënyrë edhe pressingu i skuadrës kuqe, sepse disa momente më vonë arritën që të fitojnë një 10 metershin që vendosi dhe rezultatin përfundimtar, solli Baraspeshën. Po ishte në goli erdhi si një pressing mjaft agresiv i ekipit të Partizanit, sepse Partizani është ekip që ka tendencën gjithmonë ta çojë edhe topin drejt krahut për të mbyllur komplet hapësirat e kundërshtarit që ta qarkullojnë më pas për të luajtur një top vertikal. Ky është rasti më i mirë, shikojmë se si më njëherë 2 lojtarët që janë aty, qoftë Murata gjithashtu që pati edhe meritën më të madhe sepse ishte ai që e rrëmbeu topin, arrin ta marrin dhe me një krosim të shpejtë në zonë arrin të fitohet penaltia nga ana Iskanderli pasi fallit të Aurel Markut. Një barazim që ndoshta i rri më mirë skuadrës së Bylisit për situatën ku ndodhemi, apo ishte një rezultat që në një farë mënyrë i penalizoi të dyja. Mos ndoshta skuadrat në vimin e lojës u treguan më të kujdesshme për të mos e humbur sfidën sa për ta fituar, mos ishin pak më të ndrojtura. Po mendoj që ishin të penalizuara të dyja në këtë rast për hir të vërtetës, sepse të dyjave i nevojitej shumë fitoria. Bylisi që luante në fushën e një ekipi kundërshtar, që për mënyrën se si shkoi ndeshja ndoshta mund të kishin pretenduar edhe diçka më shumë.
por gjithashtu edhe Partizani, sepse do donte 3 pikët edhe për të shkëputur disi nga Dinamo, e cila kishte barazuar kundër Tiranës një ditë më parë dhe për ta ishte me 2 pikë më shumë në renditje praktikisht. Partizani ndoshta po vuan pak edhe mungesën e produktivitetit të elementëve cilësor që kanë përbërje. Human, për shembull, është një nga lojtarët i cili është konsideruar si nga më të mirët i kjo skuadër, por nuk po arrin dot që të prodhojë siç duhet. Po, qoftë Human, qoftë Dumbia, por Human e kemi normalisht tani në rastin që në rastet e tjera që ne kemi përzgjedhur. Por duhet të thënë që pavarësisht se Human arriti ta humb këtë rast, por ishte presingu i tij, sepse ai bëri një pressing individual, shkoi më njëherë për të marrë topin dhe ishte praktikisht diçka e krijuar nga vetë ai që nuk u konkretizua me gol. Këtu ndoshta mund të kishte edhe pasuar gjithashtu në një moment, por ishte zgjedhja e tij për të shkuar deri në fund, duke që dhe ai e kërkonte se duket golin me do e mos për të çliruar, por nuk mund të themi që me rastin e humbur i bie rendimentit, sepse ai është mendoj që është një nga lojtarët kyç të Partizanit për mënyrën se si po luan në kampionat. Megjithatë, skuadra e Partizanit mbetet në një njëjtën kohë me Dinamo Cityn dhe mbetet në vallën e pretendentëve për të qenë në pjesë e Final Fourit, sepse 3 vendet e para 2 janë zyrtarizuar, Egnatia është vetëm 3 pikë larg sigurimit matematikor të Final Fourit dhe besoj se do të jetë deri në javën e fundit ky duel në distancë, derisa do të përballen dhe me njëra tjetrën, sepse duhet të thënë që në javën e fundit të sezonit të rregullt Partizani dhe Dinamo City do të marrin forcat me njëra tjetrën. Besoj se mund të shkojmë deri në atë ndeshje për ta ndarë apo mund të kemi. Mendoj që po, edhe sepse edhe kampionati po e tregon, por të shikojmë sepse janë gjitha ndeshjet, janë të vështira dhe do kenë impaktin e vet. Asnjë ekip nuk është për të vlerësuar, mendoj që ka kohë për të shkuar deri atje. Por do ishte shumë e bukur, pse jo, që të vendosej një vend i Final Four pikërisht në javën e fundit. Ndërkohë, sezonin e kaluar në fakt është vendosur në javën e fundit mes Partizanit dhe Elbasanit. Elbasani shkonte drejt Arenës Demave me 2 rezultate dhe barazimi mund ta mbante vendin e 4, por arriti që skuadra e Skënder Gegës aso kohë të siguronte biletën për në Final Four. Megjithatë është momenti për të zhvendosur paksa përsëri në sfidën mes Egnatias dhe Flamurtarit. Aty ku është shënuar goli më i bukur i kësaj jave të 32. Meme është ai i cili është bërë protagonist duke gjetur rrugën e rrjetës, si përzgjedhur dhe si goli më i bukur i kësaj jave nga trajnerët e skuadrave kombëtare të moshave të Shqipërisë. Si të duka i goli sulmuesit të Flamurtarit, një performancë shumë e mirë nga Meme në këtë sfidë. Ishte një gol i mirë dhe tregoi gjithashtu edhe mendoj dhe dëshirën që Flamurtari kishte për ta fituar këtë ndeshje. Këtu duhet të them pavarësisht se edhe Ignatia ishte me 10 lojtarë dhe Flamurtari kishte përsinë një lojtar më shumë dhe mund të bënte diçka më shumë në ekip kundërshtar, por këtu pikërisht topi i dytë se sa e rëndësishëm është për të fituar, sepse në momentin që Flamurtari fitoi, u vendos në një situatë 4-3 kundër mbrojtjes Rogozhinase dhe nëse pam Human që parë që shkoi vet deri në fund dhe nuk arriti të shënojë, Meme vendosi të gjuhej vet nga Besoi, provoi dhe shënoi. Besoi, provoi dhe shënoi dhe ishte goli që i dha dhe avantazhin e 2 fish të ekipit të tij dhe gjithashtu edhe ndihmoi në marrjen e 3 pikë. I dha qetësinë, i dha fitoren në fund, i dha shpresën për të qëndruar Flamurtarit në avizën superiore. Megjithatë, kampionati sa vjen bëhet dhe më interesant. Ne lançuam pak më parë se çfarë na pret në fundjavën që vjen dhe të hënën, sepse do të luajnë 2 takime në të hënën e javës që vjen për të prezantuar dhe me kalendarin e javës 33 të avizën superiore. Do të jetë Tirana Partizani, sfida nga më të rëndësishmet, sepse janë gjitha të rëndësishme në vetveten e tyre. Do të luhet në Errol Benja Stadium në 25 prill në orën 19, ndërkohë që në orën 16 në datën 26 prill do të luhet Bylis Teuta, Egnatia Vora po në datën 26 prill në orën 19, më pas ditën e hënë do të jetë Flamurtari Dinamo City dhe Elbasani Vllaznia, skuadrat që ndodhen në krye të klasifikimit. Të gjitha ndeshjet në fakt kanë pak histori, sepse Bylisi në garën përmbjetesë gjen Teutën që tashmë ka rënë në presion, 3 humbje rradhazi, Tirana dhe Partizani është derbi, mundos gjithçka. Egnatia mund siguroj Final Four matematikisht nëse fiton me Vorën. Në anën tjetër luan Elbasani që do të kërkojë të marrë vendin e parë Vllaznis dhe në fund është skuadra e Flamurtarit që do të përballet me Dinamo City, Dinamo që kërkon pikërisht atë vendin e 4, vendin e artë për të shkuar në Final Four dhe në krahun tjetër Flamurtari që u ringjall ndaj skuadrës së
Ignatias dhe tani kërkon të bëj mirë dhe ndaj një tjetër ekipi pretendent. Është tablo shumë e bukur kjo që përshkrove ti kjo javë dhe mendoj që edhe tifozët në shkallët e stadiumit nuk do të mungojnë, sidomos në dy sfidat kryesore që janë Tirana me Partizanin apo edhe Elbasani me Vllaznin, janë realisht mendoj që janë sfida për të mos u humbur dhe janë ekipe që kanë treguar që kanë pasur shumë tifozëri të zjarrt në gjatë këtij sezoni. Tashmë ndoshta edhe Teuta pavarësisht se mund thuhet nga dikush që nuk ka më se çfarë përçaluan, por ne thamë që edhe është 5 pikë kafër, nëse Byli si fiton afrohet me 2 pikë me Dursakët, kështu që edhe ata kanë diçka për të marrë. Janë ndeshje të gjitha shumë emocionuese dhe mendoj që do kemi futboll të bukur dhe shpresoj ta kemi dhe situata akoma edhe më interesante për të analizuar së bashku. Edhe unë besoj që do të kemi shumë punë për javën e ardhshme. Do dalemi gjërësisht tek gjithçka do ndodh në javën e 33 të Aviznet Superiore. Zgjon, falenderoj. Faleminderit si çdo javë, por më shumë adrenalin na pret javën që vjen besoj. Po, pa më të voglin dyshim edhe mezi po pres edhe unë që ta shihemi në emisionin e radhës. E deri atëherë do të ju ftoja që të qëndroni në programacionin e FSHF TV, ne kemi ardhur në fundin e këtij episodi në analizë superiore bashkë ndaj këtu, do të jemi sërish të mërkurin që vjen në orën 18. Deri atëherë, ju takofshim.